Ne po shkojmë tash në takim me kryeministin, ai do të na njoftoj për ecurinë dhe për mbajtjen e këtyre takimeve. Ajo që është për të vlerësuar është përgjigjja pozitive e PDK-s për të marrë pjesë. Ndërsa sa i përket përgjigjes negative të PDK-s, Po, unë e kam thonë në një paraqitje tjetër që LDK-ja kam përshtypjen që është shndruar në një shoqëri aksionare, sigurisht e privatizuar me spin-off speciale dhe tani më varet se çka thojnë aksionarët. Nëse aksionarët një kryetari thënë se do është me refuzu gjithçka. Por megjithatë, duke qenë se kam qenë një kohë gjatë pjesë e LDK-s, ajo për cilën LDK-ja angazhuar në kaluarën nuk është kjo LDK-ja sotit, po si duket rruga e re është një projekt i ri politik që nuk ka të bëjë me LDK-n e të kaluarës. Kështu që kaq sa i përket kësaj. Imagjinoni vetëm një situatë hipotetike, në rast se ndjeket ky diskursi dhe kursi i LDK-s, ku një subjekt politik refuzon për interes të Kosovës, për zhbllokimin e vendit, kuptimin e themelimit të institucioneve, refuzon çdo iniciativë ose çdo ftesë politike nga vetëvendosja. Në një rrethon të tillë, meqense se ka filluar numërimi së mprapthmi në aspektin e përfundimit mandatit edhe të presidentës, një subjekt politik që ka mbi 40 numra në kuvend, do të pamundësonte çfarë do themelimi të institucioneve të presidencës edhe të qeverisë së Republikës së Kosovës. Kështu që kjo logjik është shumë e domshme për Republikën e Kosovës. Ata keni kërku shton faktin që deri tash në media që keni kërku pikërisht një votë nga LDK-ja, ka qenë Marigona Gece, pikërisht babai i saj që ka deklaruar këtë që keni kërku si vetëvendosje votën e saj. Tash po thoni që nuk është e LDK-ja, është një farë kontradiktë kjo, dhe zotri Praki më na tregu patjetër në spinar se në vullnet për Francës me punu, sidomos në këtë. Okej, e para nuk ka kur gjë të jashtëligjshme edhe jo të pranueshme rast se kërkohet vota deputetëve. Unë s'kam kontaktuar me asnjërin prej deputetëve të opozitës, po prej këtu publikisht ju bëj thirrje që me votu kryetarin e kuvendit, për shkak se është në interes. Në rast se partitë opozitare kanë shkuar në zgjedhje me idenë që thjesht me na dërguar në opozit, ekziston vetëm një mundësi: votimi i kryetares së kuvendit si rrugë zgjidhje, zhbllokimi në aspektin e themelimit të institucioneve të kuvendit fillimisht, madje për të mandatuar mandatarin për themelimin e qeverisë. Sa i përket diskutimeve që janë bë në media rreth një telefonate, nuk e di a kanë ndodhur, por sido që tjetë, unë personalisht kam një vlerësim dhe respekt për familjen Geci, në radhë parë për Bacen Lil, që është vllau me moshën më të madhe në atë familje, por sido që tjetë një mesazh miqësor për zotin Gani Geci, komunikimet që ndodhin edhe me SMS, edhe me thirrje telefonike në politik, nuk është pjekuri politike që gjitha të shfaqen në opinion edhe në media. Ta zomë që unë për ju të regoj kuptimin, jo mund edhe me pyet zotrin Gani Geci, a i ka dërgu dikuj nga koalicioni Lëvizja Vetëvendosje, Guxha dhe Alternativa në një SMS, ku e ka shprej dhe thëtë simpatinë dhe vullnetin e tij që të ketë një partneritet dhe bashkëpunim. Pas fundit apo më herët? Ja, pas procesit zgjedhor, por megjithatë vetëm me i tregu që nuk dilet në publik kur pranon një SMS ose një thirrje telefonike. E unë që publikisht, me që se deri sot nuk e kom bërë gjithë deputetët opozitës, ju bëj thirrje edhe një herë me mirësi që t'i kontribuojnë themelimit të institucionit edhe votimit të kandidatës tonë për kryetare. Deputetët e tjerë kundër partisë që kanë dalë, sepse Hendra Murati ditë më parë tha që ka dhe deputetë të tjerë brenda partive që dojnë me votu Albilena Axhiun, por nuk po dalin kundër vullnetit politik. Jo tashmë po supozoj ideni ata, mund të na tregoni kush janë ata që nuk po tregojnë? Po tash çdo herë ka edhe një dozë diskrecioni. Jo gjithçka duhet me dalë në opinion. Në opinion duhet me dalë ajo që është interes publik. Po nëse dikush është në një gjendje kuptimin që ndin barrën edhe përgjegjësinë, por megjithatë është i shtrënguar nga strukturat e leadershipit që mos t'i jep mundësi themelimit edhe të kuvendit edhe konstituimit të institucioneve të Kosovës, kjo është çështje që duhet me adresu kryesisht liderëve të partive politike opozitare. Do të peci, nëse nuk ka ndrym të emrit për kryeparlamentar këtë rast Albilena Axhiut, cila është oferta ose a ka ofertë prej vetëvendosjes për PDK-n, sepse qëndrimi i partive politike tashmë është bërë i qartë. Albilenën nuk e votojnë si kuvendare. Këtë rast a ka ofertë tjetër prej lëvizjes vetëvendosje që me bind të paktën Partinë Demokratike në këtë rast mas takimit? Kjo nuk është çështje ofertës edhe kërkesës. Kjo është çështje e përcaktimit këtë rast të vetëvendosjes edhe partnerëve të saj për emrin Albilena Axhiu. Do thotë, e kam thonë edhe herë tjera, po e përsëris prapë.
një drejtë që e ka dhënë qytetari edhe gjykata kushtetuese përmes interpretimit, në të cilën në formë eksplicite thuhet që e drejta për propozim edhe zgjedhje të kryetarit të kuvendit takon ekskluzivisht partisë ose koalicionit fitues. Kjo drejt nuk mund të delegohet tek ata të cilët janë humbës të zgjedhjeve, po vetëm tentojnë me kriju obstruksione edhe në anën tjetër edhe një herë. Në rast se ata janë të interesuar që ne të jemi në opozitë, ata sa më parë duhet me e votu kryetarin e kuvendit. Faleminderit shumë, meqense edhe profesor Kraki. Pse keni mungu seancën e kaluar se një kuvend. Jo, nuk ka në arsye diçka filozofike pse ka mungu. Unë punoj për Kosovën e me Kosovën prej shumë vite, kështu që jam angazhuar politik me punu pak më konkretisht e intensivisht. Normalisht që si më dhanë sa që është pak koha provimeve dhe më desh me u kthy me i përmbyll disa gjana, po gjana normale, kështu që. Po pa, absolutisht. Nuk ka diçka. Jam pjesë e grupit, grupi është shumë kompakt, edhe po tash si me Omar me thonë, unë nuk jam mësuar me punu, kështu që më desh një moment që me u kthy me po diçka konkrete. Kalofshiri.